Gjithmonë, breziri, fëmijët e vegjël kërkojnë shumë nga gjyshit. Dhe unë e kam pasur këtë status dhe kam kënaqësi, por jo vetëm si agron, por edhe si personazh. Kam qenë gjateme dhe jam gjateme. Po është një gjysh tjetër këtu, një Qembirqani, që ta kisha unë atë, do me thënë, në kone shokët e në veri, kisha thënë në 4 takim, bam ju më mbalt, po si e gënjen atë mbesën, ore. Po e di si kamin apo jo? Po jo, T-R-A-P-I, Kiqo. Gjyshi Adela. Gjyshi, zbrit se do biesh. A me qupe kam që bardje, po s'pas brez dot. Që na bën këto festat e nëntorit? Gjyshi, je mirë? Gjyshi, do më ndihmosh të bëj atë detyrën e letërsisë, se më ka dhënë zysha një detyrë që të bëj një fabull me gënjeshtra. Po shumë mirë, bëj fabullin e Kësulkuqes. Po qa lidhje ka Kësulkuqja me gënjeshtrat? Ka me si s'ka, se Kësulkuqja e gënjeu t'jeme që do shkonte nga gjyshja, po në fakt doli me ujku në përpabe. O, gjyshi, po ma bërë lëmë shprallën, unë e din ndryshe. Pse ti djate variantin që e Kësulkuqja e gënjeu e jema që të dilte me ujkun, se vetë donë të dilte me qakadhin. O, gjyshi, ujku që me gjyshen. Budallaqe, gjyshja që me rojtarën e pillit. O, gjyshi, isa e zgjuar kjo gjyshja me rojtarin e pillit, ajo. Nuk e vë vete në rrezik me ujqër edhe me çakallër. Po, budallaqe që e di, po roja që ruan që s'ruan, ma e. O, gjyshi, po nuk ishte frikë kjo Kësulkuqja që dilte me ujkun? Nashi, ujku ishte krye parlamentari pillit, nuk e vriste fare për asë njeri. O, po kur që krye parlamentar, pse jepte bukën me vete, gjyshja? Gjyshja? Mami. Mami? Mami jepte bukën me vete Kësulkuqes? Po. Budallaqe, jepte lek në dori, thoshe i ka në fast food ani. Gjyshi, nuk më pëlqejnë mua këto ushqimet e thata, se ndikojnë keq në metabolizëm. Që ishe që? Ka bërë lëvizje të remeta? Po jo, gjyshi ka të bëj me tretjen. Ashu është keqen gjyshi gënjeshtra të tret, fare të tret. O, gjyshi, po ku gënjeshtra këtu, o gjysh shtupa? Kiqa! Se pa e ce i kiqa! Ku gënjeshtra, thot? E ka provuar specina i brandaj. Nashi, ku gënjeshtra do thoshti? Ti, qupe duhet dish i gënjeshtra e ka kem të shkurtër e ty të ka kaluar në mustaqe, brandaj. O, gjyshi, i ka këmbët e shkurtra si Kësulkuqja? Kësulkuqja të keqen gjyshi kishte një shaj... Kësulkuqja ishte një kokë si për meje. Me 2 koka? Me 2 koka dhe më kishte ca valigja me qup. Po qa po thua, Adela? O, gjyshi, të bëj një pyetje unë. Unë dje, i thash mami do shkoj të mësoj nga Elona, por në fakt vajta ëngra një 3 leçe me Erikon. Gënjeshtër quhet kjo? Balo të ëngër tënja e pas ke të keqen brenda. O, gjyshi, nuk ëngrëm tënja, ëngrëm 3 leçe. O, gjysh, hekri. Kiqo! Kiqo! Third! Qupe, po vrisja mendje si thosha thëngjilli, po nuk e bëra dot. O, gjyshi, po kështu si mua e gënjente edhe Kësulkuqja mamin, si që gënjeva për Erikun? Po të keqen gjyshi ti nuk je si Kësulkuqja, tash Kësulkuqja kishte ngren me kokë kartonin në kuq. Po? Po?
Se ishte futboliste Kësulkuqja? E qa shqelmi më kishte? Sulmuse apo mbrojtëse? Sulmuse dhe agresive fare. E një personalisht i Kësulkuqja në gjyshi? Ashtë ne nuk na prezentoj personalishti, na prezentoj Taqo. Për unë si kiqo që jam, di që në gjose ha fasule i dëftenjë. Po, do me thënë gjyshja e dite që ti e një fje Kësulkuqen? Ashtë i gjyshja, e di si është puna se këtu të nashi hy në pun gënjeshtra e mirë. Thuaj plakës që je re, të falë një koqeve. A, do me thënë gjyshja dite me rojtarin e pyllit? Vritet në fund që quve? Se di? Po qaj rojtari ndishte 2 lepuj nuk kapte do të asnjë? Po ti gjyshi, ke kapur në një lepur? Po na shi kemi kapur në lepuj, sorkade, shalamandrize, shaltata shalnjoma. Ta shi ti si është puna qupe? është një laf që i thonë ves o ves, nuk dhe lëki qua derisa të vdes. Do me thënë ti vazhdon ka blepuj. E na shia kam lënë radhe e rinisu, pa. Gjyshi ka marrë kartonin e kuq. Po të ta jap një karton balit unë? Një sekund, Gjyshi është bërë lojtar stoli, Gjyshi është bërë lojtar stoli. Qove, për atë punë kërceve një stonju? Ajde të për...